Faleminderit Dua. Vazhdojmë me konkurrentin e tretë dhe prindin e saj, e cila është Valentina Fazliu dhe Bora Fazliu. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se ju gjej. Ne dim që Bora vjen nga shkolla e muzikës apo kursi suksesi. Sa është e vështirë për ty si nanë që me përgatit Borën edhe të ndjek mësimet edhe zakonisht edhe ta ndjek edhe kursin e saj? Faleminderit. Atëherë me Borën ju morë që nga fillimi, që nga hopat e saj të parë, duke regjistruar në parë shkollor, pastaj në klasën e parë, ka qenë gjithmonë e hapur për mësime dhe për punë, kom punu intensivisht me ta. Edhe në shkollën e muzikës tani po ndjekte suksesi muziken. Talenti saj është shfaqen në moshën 3 vjeçare, aty e kom vrejtone, edhe me sa e di, është shumë mirë me këndimin, ta shohim tash sot si do t'jetë. Faleminderit shumë. E ftojmë Borën në skenë. Faleminderit shumë Bora. Migjan, si të duk interpretimi i Borës? Më pëlqen goxha timbri që ka. Edhe interpretimi është shumë i mirë. Prof? Mirë, interpretimi është i bukur dhe ngjyra e mirë e zanit, intonacionin e pjesën e parë, pak ma dëm pjesën e dytë mirë. Po si të qoftë mirë. Zona Valerin, ty si prën si të duk interpretimi? Dhe ne lutem, se të Si të duk interpretimi? Mendoj që ishte mirë, pak kërkojmë falje se ka qenë me grep, mirë po, kur t'i kaloj, besoj që ka me qenë edhe më mirë. Kemi ushtru gjatë kohës, po tekstin e din mirë, ushtrimi është i mirë, ta shohim tutje.